për ta sqaruar më konkretisht për të gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, cilat janë këto ndryshime edhe pse po bëhen. Në fakt ta kanë bërë disa ndryshime kësaj ere dhe kjo bëhet më shumë për çështjen e sigurisë kombëtare amerikane. Një nga ndryshimet është aplikimi me pasaportë, do të kërkojnë dhe fotografinë e pasaportës. Pasi në gjithë verifikimet që kanë bërë para disa kohësh, kur u bë me programin Dodge, që bërën për të kontrolluar kur ka përfituar, kanë dalë dhe emra që kanë marrë lotarinë amerikane. Dhe i njëjti emër ka bërë dhe aplikim për vizë turistike. Pra, ai që merr vizën nuk mund të marrë lotarinë apo e kundërta? Jo, ka bërë i njëjti person, një person që ka ardhur me llotarinë në Amerikë. Ky që ka fituar llotarinë, një shitur llotaria, dhe dikush tjetër ka përdorur llotarinë për të ardhur në Amerikë. Dhe dikush i njëjti person shkon kërkon vizë turistike për të ardhur në Amerikë. Sot këta i kanë kapur këtë çështje dhe për këtë duan ta sigurojnë më shumë që të mos shitet llotaria e dikujt që është fitues. Të mos shitet të jetë i njëjti person që vjen. Përpara 10-15 vitesh kjo edhe qarkullonte si legjendë. Ndoshta po që ka ndoshta ka qarkulluar si legjendë, por këta kanë verifikuar që është bërë faktikisht. Dhe kjo kontrollet janë të rreta në ambasadë për gjitha, madje janë zbuluar edhe dëftesa falso të shumë viteve më parë që institucionet tona nuk i kishin kapur, por i kapi ambasada pas verifikimeve të hollësishme. Pikërisht kjo i jep më shumë kohë për të bërë atë që quhet procesi vetting, duke marrë pasaportën nga këtë moment. Procesi vetting ka më shumë kohë ambasada për të verifikuar kush janë këta persona. Një nga ligjet është që do të kërkojnë dhe media sociale. Ti dorëzosh para kohës, se këta duhet të jenë të mirë informuar para se ta marrin. Tani aty është kërkuar dhe një pagesë, $1. Kjo është simbolike. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është vetëm simbolike, se nuk po e bëjnë për $1. Në fakt, edhe për $1 nuk është mesatarisht ka 22 miliona aplikime në vit për llotarinë amerikane. Se thonë $22 milion. Tash do jetë interesante si do dalë, se nuk e kanë specifikuar akoma si do të dalë kjo. Do të bëhet me kartën personale tenden apo mund ta bëjë ai që do ta mbushë llotarinë. Pra qëllimi është lidhja. Qëllimi është verifikimi i personit. Nuk është $1 që kërkojnë këta. Verifikimi sa më shumë pika ta kenë të verifikuar personin këta, aq më thjesht ka bërë një vetting të pastër dhe të sigurojnë që i njëjti person që aplikon, personi A përfundon deri në pikën e fundit. Nuk mund të ketë shitje ose blerje të llotarive, nuk mund të ketë manipulime. Ky është qëllimi. Tani, kjo mund të jetë një lajm i keq për shumë vende, por për ne shqiptarët nuk besoj se do jetë lajm i keq, sepse kjo do shmangi shumë aplikime. Se duke aplikuar 22 milion, probabiliteti për të fituar është më i pakët. Në fakt, në raport me shtetet e tjera, me ato që kam lexuar, në moment që u prezantuan, ne ishim ndër ata që përfitonin më shumë. Ne po dhe aplikojmë më shumë. Në bazë të popullsisë ne jemi për fat të keq që aplikimet tona janë katastrofë. Domethënë mesatarisht shqiptarët kanë aplikuar 174.000 në vit. Mesatarisht. Në vitin 2018 e thyem këtë rekord me 370.000. Dhe mesatarisht sot që flasim ne aplikojmë diku në 300.000 aplikime. 300.000 aplikime është mbi 10% e popullsisë. Kjo është fatkeqësi. Në raport me ata që kanë mbetur në Shqipëri, kjo përqindje është shumë herë dhe më e lartë. Faktike të kam fjalën, jo ata që janë për Ne flasim me statistika që janë vend popullsisë, dhe 10% është e frikshme, sepse 10% e popullsisë. Më shumë. 300.000 aplikim është më shumë se 10% faktikisht, sepse duhet të marrin parasysh dhe moshën, ata që aplikojnë dhe në 18 vjeçarët nuk aplikojnë. Në bazë të popullsisë, 10% është shumë e lartë. Po duke shmangur dhe moshën, i bie më shumë se 10%. Ky aplikim ka që i madh, ky emigrim masiv që be Shqipërisë, është katastrofë për ne. Është katastrofë për ne. Megjithatë, të gjitha këto ndryshime po i bëjmë për të siguruar veten e tyre, jo për të siguruar të tjerët, më kupton? Përse ka patur incidente që kanë ndodhur që janë bërë nga emigrantët, plus që nuk janë në një klimë pozitive për emigracionin. Sot për sot, me këtë administratë që ne kemi në Amerikë, klima e emigrantëve është shumë e vështirë. Po, nëse mund të rikthehemi përpara se të dalim dhe tek ajo detajet të tjera të plotësimit të formularit, me ato që janë bërë publike deri tani, detajet teknike të vogla, ka të tjera që
Më janë zyrtarizuar për të pasur kujdes në momentin e plotësimit, sepse me ato që kam dëgjuar deri tani jo ditëlindja, nuk do jetë mosha, do jetë ditëlindja, pra gjenia, seksi, këto. Këto janë teknike se në përgjithësi gjenia këto janë gjëra teknike, më shumë përderisa këta do të kërkojnë të uploadësh një fotografi të pasaportës, çdo gjë është verifikuar. Për një vend si Shqipëria që e ka pasaportën biometrike është akoma më verifikuar. Për një vend si Shqipëria që sistemin EFIS që përdor Shqipëria sot në pikat kufitare, një sistemi dhe nga FBI amerikane, ne jemi të verifikuar nga të gjitha anët. Pra mjafton gishti shenjat e gishtave dhe je. Po s'ka nevojë se ta ka dhënë EFIS këta, më beso nuk t'jep amerikan gjë pas kontrolloj vetë. Pra ky proces nuk është komplikuar për ne. Për ne jo, po për vendet si Afrika ose për vendet si Venezuela që i kanë pasaporta siç kemi patur ne nga vitet 97, me shkrim dorë, patjetër që këta i efekton. Patjetër që i efekton vendet më të varfra, automatikisht i efekton sepse kush ka debit card, se debit karta në Amerikë, atë pagesë $1 që folëm, këta mund të jetë, nuk është e qartë akoma si do bëhet. Do bëhet nëpërmjet atij që të mbush aplikimin, apo duhet debit karta tënde personale, sepse debit karta jote personale në Amerikë mund të përdorë edhe si një formë e dytë verifikimi. Dhe pasi bankat ka verifikuar. Gjasat më të mëdha, kjo të shtyr. Banka me një logjikë të thjeshtë duhet të jetë, besoj se do jetë debit karta personale e individit. Do efektoj popullsitë e tjera, po në fakt lotaria nuk është për të që të jemi realist, lotaria është për ndihmuar Amerikën, nuk është për ndihmuar vendet e tjera. Ne marrim të na ndihmojnë ne. Jo, nuk na ndihmojnë, sepse kriteret marrim këtë duar, si Amerikën, si Kanadan. Kanadaja e zgjedh me edukim të lartë. Do jetë një proces pra edhe te përzgjedhja, pra shkollimi, normalisht edhe kufirin do të thënë moshës. Nuk e kanë ndryshuar këtë shkollim, se Amerika nuk kërkon njerëz intelektual, janë vetë këta intelektual. Janë vetë, këtë mjafton të kesh shkolla me arsimin minimal, që për këta është shkolla mesme, arsimi mesëm në Amerikë është i detyruar. Pra baza, kërkojnë thjesht bazën. Bazën, po pra, bazën, se nuk arsimi nuk është se do ndryshojnë arsimin. Këtë duhet forcë punëtore që duhet të vinë këtu të paguajnë taksat. Një nga ato që është bërë, një ndryshim që ka në fakt një 2 vjet që është bërë kjo, është garancia financiare. Po, do ta prekim dhe atë. Kjo ndryshon tani? Garancia financiare është bërë në fakt me shumë përgjegjësi. Sot dikush që të bën garanci financiare ka përgjegjësi të mëdha. Nuk ka qenë një garanci financiare siç ka qenë deri diku që garancitë financiare në përgjegjësi në çdo administratë po thotë se kanë ndryshuar. Ne kanë ndryshuar. Sot që flasim në garancia financiare që ndryshe quhet forma I 864. Sot garantuesi përveç minimumit jetik që duhet të sigurojë ty 125% mbi minimumin jetik. Kur ti aplikon këtu, dhe për gjithë individët e tjerë, dhe sikur ti plotësoj gjitha këto kushte, është përgjegjës për ty deri në 10 vjet. 10 vjet. Deri në 10 vjet ose 40 pikë që quhen 40 pikët e sigurimeve shoqërore. Ose 40 pikë. Tani minimalisht ose maksimalisht, jo minimalisht, maksimalisht një vit punë në Amerikë të siguron 4 pikë, që të çon prapë në 10 vjet. Dhe ky është i detyruar unë besoj se këtë do ta forcojnë tani pasi janë kapur këto, ato shifrat që u kapën ne. Në media se po Indopres kanë qarkulluar edhe shifra që janë $7,000 për person për garantinë. Nuk shkon vetëm në $7,000 për person, shkon në sa individ e fiton lotarin. Po përveç, domethënë si numra mund të plotësoj personi. Përgjegjësia që I bie qytetarit amerikan që do të bëj garancinë ty, është më afat gjatë, dhe kjo bëhet për të shmangur barën financiare ndaj shtetit, dhe shteti mund t'i kthehet këtij personi që të ka bërë garancinë, dhe të thotë më detyrohesh kaq lekë sepse personi që ti ke garantuar, më detyrohesh kaq. Tani, pas 5 vjetësh, I fituesi llotarisë amerikane mund pas 4 vjetë e 9 muaj fiks aplikon për pasaport. Në kryet 5 vjetëve bëhet qytetar amerikan. Në momentin që ky bëhet qytetar amerikan, del jashtë sigurimit të garancisë. Nuk është I detyruar me të ta mbështesë financiarisht. Tani ka ndodhur
Po, tani ka ndodhur që këta që kanë bërë garanci financiare nuk kanë pasur ndonjë përgjegjësi deri sot. E për një të kohë kemi parë që deri më sot nuk kishte bërë dhe ndonjë auditim se sa kishin shfrytzuar sistemin amerikan duke emigrantët, siç ndodhi tani që na publikuan në ajo listë. Po që publikoi Trumpi edhe për asistencën sociale, përfitimet e tjera. Po nuk është vetëm asistenca sociale, atë është asistenca sociale, spitalet, shkolla, janë shumë faktorë. I gjithë sistemi, pikërisht. Tani, duke patur parasysh që Shqipëria është dhe në atë listë, do jenë më të kujdesshëm kur të lëshojnë këto vize. Do jenë më të kujdesshëm dhe besoj se personi që do bëj garancinë duhet t'i marrë parasysh gjitha këto.